Sabina. Përshëndetje, Sabina Mete, RTS Sports. Së pari suksese në këto dy sfida miqësore. Pa emra të rinj dhe rikthime në listën tuaj, gjithashtu edhe emra që mungojnë, siç është ai Ivan Balliut. Një lojtar që shkon në finalen e Konferencë Ligës, pavarësisht se nuk luan. Kemi luksin të mos ta ftojmë ose cila është arsyeja pse mungon në këtë listë? Faleminderit. In bocca al lupo prima di tutto e anche abbiamo visto dei rientri che i giocatori che hanno rientrato con la nazionale, ma abbiamo visto che manca Ivan Balliu, un giocatore che anche se non ha giocato è stato parte della squadra giocando nella partita nella finale di Conference League. Perché qual era la ragione che lui non fa parte della lista? Io ho parlato con Ivan 3-4 giorni fa e lui è stato molto onesto e mi è piaciuto molto perché si è preso del tempo, perché anche lui non sa se continuare questa sua avventura con la nazionale e mi ha chiesto di prendersi questo tempo che a me sembrava giusto a un giocatore così dargli questo tempo, perché mi sembrava doveroso, un giocatore che ha fatto tanta nazionale e che in questo momento ha bisogno di capire se andare avanti con la nazionale, solo per questo. Kam folur me Ivan Balliun 3-4 ditë më parë dhe në fakt ka qenë shumë i sinqert në konstatimin e tij që nuk e di ende nëse do të vazhdoj të luaj për kombëtaren, edhe kishte nevojë për pak kohë, të merrte pak kohë për të vendosur, edhe mua më duket kjo është gjëja e dur, sigurisht një lojtar i cili ka bërë për kombëtaren, ka luajtur shumë ndeshje për kombëtaren dhe besoj se është gjëja e dur në këtë rast që ai të marrë kohë për të menduar. Sina. Përshëndetje, Ervin Sina, Vision Plus. Suksese, mister, aventurën e re. Fakt është një pyetje që do të kisha dashur ta bëja që në momentin e prezantimit, po rikthehem, duke parë edhe listën, sepse është shumë aktuale edhe si pyetje. Duke marrë në konsiderat që ka shumë pakresi në raport me ato që unë pak të më kisha pritshmëri. Kjo është një pritshmëri personale. I gjithë opinioni publik sportiv, nëse ka pasur një element me cilin natyrisht evidentoi një lloj shqetësimi në epokën e fundit, ka qenë dëshira për të parë më shumë lojtarë të rinj në kombëtare, futbollistë të cilët kanë më shumë minuta në këmbë dhe që duhet të ketë më shumë hapësirë, sigurisht është rasti i Muçit që në këtë rast është dëmtuar, Anis Mehmeti që ka bërë një sezon të shkëlqyer, vëllezërit Shpendi në Itali, njëri prej tyre është rikthyer tashmë. Për ju është më e rëndësishme të konfiguroni skuadrën për Euro 2028 dhe thënë këtë mund guxoni në Ligën e Kombëve, apo presioni i risultatit është më i njershëm për ju? Considerando che non ci sono poche novità, diciamo, dei nomi dei giocatori, e sempre si è parlato anche nell'opinione sportiva qui in Albania che dobbiamo avere nuovi giocatori che fanno bene anche con le loro squadre, hanno più minuti, come per esempio Muçi, ma che lui è infortunato in questo caso, o Anis Mehmeti, o forse anche i fratelli Shpendi, che uno di loro è rientrato con la nazionale. Per lei è più importante configurare, diciamo, la squadra per l'Euro 2028 o la pressione del risultato è attuale in questo senso? No, allora, siamo tutti affamati e vogliosi di fare il risultato sempre, perché credo che vincere aiuta a vincere. Questo però, la mia convocazione, ripeto, avendo avuto poco tempo, è stato anche difficile andare fuori dalla waiting list. E ha tenuto conto di questo e ha tenuto conto anche di andare avanti, cercando di capire tutto quello che c'è di buono su un blocco che ha fatto bene, che ha fatto come è stato fatto insomma fino a poche partite fa, e capire cosa può servire dopo, da qui in poi, cosa può servire appunto per portare quello che è il mio calcio e spero per migliorare quello che può essere i risultati di questa nazionale. Per cui le considerazioni sono queste: non è la pressione o la voglia di vincere, c'è sempre, noi dobbiamo averla perché ci sono dei nostri tifosi che vengono a sostenere la squadra, che hanno voglia di vedere giocare a calcio, hanno voglia di vedere la squadra vincere, perché poi vincere ci si diverte di più. Se si fanno solo esperimenti, tante volte non ti fa crescere come se magari fare gli esperimenti misurati ma vincendo. Per cui cerchiamo di avere tutte e due le cose, di essere determinati sia sull'una che sull'altra cosa, perché io credo che ci siano i presupposti per poterlo fare, per far bene. Sono partite queste delicate, ma delicate non per l'avversario, delicate perché arrivano a fine stagione, e una fine stagione che per tanti è stata dispendiosa, è stata difficile. Chiederò un sacrificio, ma questi giocatori
per quanto ho sentito, ascoltati, visti, e ho già percepito che c'è grande disponibilità da parte loro da fare queste ultime due match in maniera forte, in maniera convinta, e questo per me è già un buon inizio. Poi verrà tutto quello che hai detto tu, che cercheremo di inserire, di vedere, ma questo lo voglio fare un po' quando avrò ben chiaro tutto quanto. Sigurisht ne jemi gjithmonë të uritur edhe jemi krenar për të arritur rezultate të mira, por siç e thash edhe më herët, ka qenë pak kohë në fakt në dispozicion, sepse jam referuar shumë edhe waiting listës që tashmë ishte e dërguar. Sigurisht që ne do kërkojmë dhe do mundohem të kuptoj se çfarë është funksionale dhe e mirë tashmë në bazën e lojtarëve të cilët edhe kanë bërë mirë në ndeshjet, sidomos në ndeshjet e fundit të kombëtares, dhe sigurisht duke marrë atë çfarë mund të shërbej edhe asaj ideologjisë të futbollit që unë dua të luaj. Sigurisht që nuk ka presione, ka vetëm dëshirë për të fituar, dëshirë sigurisht edhe për të pasur rezultate të mira, edhe për tifozët të cilët gjithmonë e mbështesin skuadrën edhe duan patjetër që skuadra të fitojë. Sigurisht jo duke eksperimentuar, pavarësisht se eksperimentet të cilat janë të matura edhe mund të çojnë tek rezultatet janë pozitive, sepse nëpërmjet eksperimenteve jo gjithmonë vjen rritja. Dhe unë besoj që këto janë kushtet për të bërë mirë me skuadrën. Sigurisht është një moment delikat, duke qenë se është fundi i sezonit edhe lojtarët vinë edhe të lodhur, të ngarkuar nga ndeshjet që kanë bërë, por sidoqoftë nga ajo çfarë unë kam komunikuar edhe çfarë kam parë deri më tani, ka një sens sakrifice të madhe nga lojtarët edhe disponibilitet shumë të madh për të qenë gjithmonë pranë kombëtares, dhe mendoj që kjo është një nisje shumë e mirë, por sigurisht që është e rëndësishme që të nisë çdo gjë edhe të kuptojmë edhe në çfarë situate dhe çfarë ambienti jemi. Per concludere la risposta, appena finite le due partite volerò subito vedere l'Under 21 perché credo che anche questa vada attenzionata. Tanti giocatori dell'Under 21 li ho già visti e li conosco, ma avrò piacere di vedere anche ho questa fortuna che appena finite le due partite riuscirò ad andare a vedere l'Under 21, per cui anche questo sarà il primo step per arrivare poi a quello che abbiamo detto prima. Për ta mbyllur edhe pyetjen, pasi të mbarojnë të dy ndeshje, do të kem hapësirë për t'i dhënë një vëmendje edhe kombëtares U21, një pjesë e lojtarëve të tyre të saj unë i njoh në fakt, edhe do të kem fatin të shoh në ndeshjen që ata do të luajnë ndaj Italisë, sepse sigurisht ky është hapi i radhës edhe për të parë edhe lojtarët të cilët kemi në kombëtarët e radhës. Olçi Avdije, Panorama Sport. Mister, gjatë kohës parartësit tuaj ka pasur gjithmonë një polemik që grumbulloheshin lojtarë të cilët nuk ishin formë ose nuk luanin. Rregulli juaj si do jetë? Lojtarët që janë në formë dhe që luajnë do të grumbullohen apo do të keni ju listën tuaj dhe pastaj do të vendosni se cilët do të jenë në 11 ose në listën e parë? Con il mister Silvinio ho sempre avuto una polemica, diciamo che erano convocati anche giocatori fuori forma o senza minuti. Qual sarà la sua regola, in senso che i giocatori che vengono devono avere minuti, devono essere nella massima forma? Qual sarà la vostra regola? Spero che la polemica rimanga con lui e non con me, allora. No, allora, non c'è una regola. Se io metto delle regole faccio il primo errore, nel senso che secondo me ci sono casi e casi che vanno presi di volta in volta cercando di fare il bene della nazionale. E sicuramente la forma conta, sicuramente ci sono dei valori, perché poi se un giocatore gioca nella massima divisione di qualsiasi campionato e uno gioca nella terza ha meno possibilità di giocare, però probabilmente il livello è un po' più alto. Io terrò conto di tutto questo, perché poi se giocano tutti a livelli più bassi ma giocano sempre, probabilmente magari il valore non è uguale agli altri. Sono tutte regole che io posso dire che sono giuste, ma posso dire che sono sbagliate, per cui dovrò cercare di essere più obiettivo possibile, di fare il bene della nazionale in tutto questo. E sicuramente avere tanti giocatori che giocano poco non aiuta, però ci sono dei casi che questa cosa qua può essere una cosa forzata, e per cui questa regola diventa difficile metterla.
Nuk do të ketë një rregull të tillë, sepse mendoj që do bëja gabim që do të kisha rregulla të tilla. Sigurisht çdo rast merret, secili rast është individual dhe duhet para çfarë i shërben më mirë kombëtare. Sigurisht që forma ka rëndësi dhe merr vlerë në raste të caktuara, por sigurisht që ka një lloj diferencë le të themi mes një lojtari i cili luan në liga më superiore, por ndërkohë nuk ka shumë minuta në krahasim me një lojtar i cili luan ndoshta në ligën e tretë dhe sigurisht ka më pak shanse një lojtar i cili luan në ligën e tretë, por ndërkohë nga ana tjetër nëse ky lojtar ka shumë më tepër minuta se një lojtar tjetër, sigurisht që këto ndryshojnë. Nuk besoj se unë besoj që duhet të jem objektiv në zgjedhjet që do të bëjmë, se sigurisht që nuk ndihmon skuadrën nëse ka shumë lojtarë të cilët nuk kanë minuta, por nuk mund të përcaktoj disa rregulla specifike në këtë moment. Përshëndetje mister dhe urime për punën e re. Anton Cicani, Telesport. Pyetja ime ka të bëjë me modulin. Ju keni pasur rekordin e pikëve në Serie A me Katanjan me skemën 4-3-3. Ndërkohë që vitet e fundit, por duke nisur edhe nga Kievo, pak Cagliari dhe skuadra të tjera keni kaluar ke 4-3-1-2 me karakteristikat e lojtarëve që ka analizuar të kombëtarët shqiptare. Kush mendon se do ishte kostumi më i bukur që ne mund të prezantohemi në fushë? Faleminderit. La mia domanda si riferisce al modulo che vuoi usare con la nostra nazionale. Lei ha avuto un record dei punti nel campionato italiano con un modulo 4-3-3 con Catania e dopo poi con Chievo un 4-3-1-2 anche con Cagliari. Con le caratteristiche che vedi dei giocatori della nazionale, qual sarebbe, diciamo, la schema ideale? Sicuramente la mia intenzione è quella di partire da una difesa a 4 e poi i 3 giocatori offensivi, diciamo, che vengono utilizzati, voglio capire, adesso quando avrò i giocatori, voglio fare delle prove e verificare. In testa ho delle cose che però se vi anticipo qualcosa magari vi anticipo una cosa che non è vera, cioè non voglio bluffare con voi, io voglio essere sempre sincero, voglio cercare di essere sempre di dire le cose. Voglio fare delle verifiche e magari dopo queste partite, questi allenamenti soprattutto che faremo, avrò le idee più chiare. Per cui al resto aspetto un attimo a rispondere perché voglio capire determinate cose. Solo per questo, altrimenti non ci sarebbe problema. Qëllimi është të kemi një mbrojtje me 4 lojtarë dhe sigurisht duke përdorur 3 lojtarë pak më ofensiv. Sigurisht që kjo do duhet të provohet dhe të verifikohet në momentin që unë do të kem lojtarët këtu dhe nuk dua t'i paraprihem ndoshta një zgjedhje e cila mund të bëj blof në një moment caktuar, sepse dua të jemi i sinqertë dhe duhet të shoh lojtarët edhe më pas të vendos për modulin. Lisa. Përshëndetje mister, Trevisa Tufa, News 24. Fillimisht dua t'ju uroj për aventurën e re. Ajo që dua të ndalem unë është tek ajo që ju përmendet pak më përpara, që i njihni disa nga lojtarët e përfaqësueses U21. A ka ndonjë lojtar, po themi, që ju e keni ndjekur dhe do doni ta kishit qoftë edhe në 2 miqësorët e muajit qershor pjesë të organikës tuaj? Come hai detto prima che voi conosce anche qualche giocatore dell'Under 21, puoi dire qualche nome che le piace, forse potevano essere parte della squadra anche per queste amichevoli? Allora, non farei una cosa giusta a dire di nome, nel senso che per me è giusto che tutti si sentano con la possibilità di avere un approccio alla nazionale, insomma. Qualcuno di loro tra l'altro l'ho anche allenato, per cui è più facile, ma non voglio è più giusto che loro abbiano le motivazioni tutti quanti per poter arrivare alla massima nazionale. Nuk do të ishte e drejtë që të thoja emra, sigurisht që duhet të jetë e qartë që të gjithë kanë mundësinë për të pasur një qasje të kombëtarja, edhe sigurisht që për ta të jetë një lloj motivacioni që ata mund të jenë dhe pjesë e kombëtarës në vazhdim, që për momentin nuk mund të them emra specifik.